mirë që sot i është bashkuar kësaj proteste. Më lejoni që në fillim të kësaj proteste të nderojmë së bashku himnin ton kombëtar. Unë jam Edona Haklaj dhe kam lindur në vitin 98. Në atë vit, kryeministri aktual i vendit është bërë ministër kulture. Mëtej është bërë kryetar bashkie. Mëtej ka kapur shtetin dhe është thyrë në krye hajdutin më të madh qeverisë dhe të vendit. Unë duhet rritesha, duhet arsimoesha, duhet punoja, dhe duhet pres të litë fëmijët e mi dhe hajdutët jenë sërish në qeveri. E dini pse janë hajdut këta që na qeverisin dhe pse është krye hajdut Edi Rama. Sepse hajdutët të vjedhin nga xhepat. Edi Rama vjedh parat tona. Hajdutët të vjedhin në për biznese. Edi Rama dhe banda e tij ka vjedhur pronat dhe bizneset tona. Hajdutët vjedhin në shtëpi. Edi Rama ka vjedhur në çdo shtëpi shqiptare. Hajdutët, si Edi Rama dhe banda e tij kanë vjedhur jetën, kanë vjedhur arsimin, kanë vjedhur drejtësinë, kanë vjedhur të drejtën për të jetuar në një vend të lirë dhe demokratik. O hajdut, Edi Rama, o hajdut, Edi Rama, o hajdut, Edi Rama, o hajdut. Edi Rama, o hajdut, Edi Rama, frikatak. Edi Rama, frikatak. Në gjithë këto vite që na kanë qeverisur janë munduar të na vjedhin lirinë dhe dinjitetin. Shikoj shpesh analistë për studio televizive se thonë nuk është e vërtet që populli ka frikë. Në fakt, për 27 ditësh dhe netësh me të rinje të reja protestojnë në këto ishull përballë kryeministrisë dhe takojnë çdo ditë qytetar. Nuk është e vërtet se s'kan frikë. Kanë frikë se i heqin nga puna, kanë frikë për fëmijët e tyre se i kanë administrat, kanë frikë për ndihmën ekonomike, kanë frikë për pensionin, kanë frikë sepse nuk ja dalin të bjetojnë me dignitet në këtë vend, kanë frikë sepse ua kanë instaluar frikën, dhe për të hequr frikën e tyre duhet heqin këta që janë qeveri. Po pse po protestojmë ne ditë dhe natë? Pse jemi dhe sot në këtë shesh? Jemi sepse shteti është i kapur,
sepse Edi Rama dhe banda e tij kanë kapur çdo institucion, çdo seli, çdo organizat dhe çdo qytetar. Çfarë duhet bëjmë ne? Duhet heshtim? Jo, ne duhet reagojmë, ne duhet protestojmë, ne duhet kërkojmë dorëheqjen e tij. Prandaj ne sot, me çdo qytetar të pranishëm këtu, me çdo qytetar që na ndjek dhe nuk ka ardhur dot fizikisht, kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës. Dorëhiqu, 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 dorëhiqu. Kërkojmë gjithashtu krijimin e një qeverie tranzitore të përbërë nga profesionistë dhe ekspertë të fushave me një mandat 12 mujor. Pikërisht, kjo qeveri tranzitore do jetë ajo që do përgatisë vendin për zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike, që më në fund të na udhëheqin dhe drejtojnë profesionistët dhe jo hajdutët. Faleminderit. Përshëndetje. Dëgjoj këto kohë shumë njerëz që megjithëse e konstatojnë që ky vend ndodhet në një krizë shumë të thellë, politike, ekonomike, sociale edhe morale. Të thonë, po që duan këta që protestojnë, duan të rrëzojnë shtetin. Jo, ne nuk duam të rrëzojnë shtetin, sepse shtet nuk ka. Ne duam të rrëzojnë pushtetin. Shteti ndërtuar është ai që ka institucione të pavarura. Pushteti fort është ai që i ka kapur nëpërmjet një njeriu të vetëm të gjitha institucionet e këtij vendi nëpërmjet besnikëve të tij. Ky është problemi që ne kemi, që ne sjell dhe të gjitha të këqijat. Pra ne jemi këtu për ta ndërtuar shtetin, sepse jemi njerëz të lirë, jemi njerëz profesionistë, jemi njerëz familjar që duam të rrisim fëmijët tanë në një vend normal. Kërkesat tona janë shumë të thjeshta. Kjo qeveri, ky pushtet i korruptuar duhet të hiki menjëherë. Na duhet një qeveri tranzitore, 12 mujore, pikërisht për të vënë bazat e institucioneve të pavarura dhe të krijoj kushtet për herë të parë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Mirë do të ishte edhe në atë kuvend të miratohej një ligj ku t'i hiqej imunitetit çdo politikani, çdo deputeti, të jetë të gjithë të barabartë para ligjit, siç jemi ne, qytetarët e lirë të këtij vendi. Zonja dhe zotrinj, kjo ndërtesë mbrapa nesh është prona e jonë, është shtëpia jonë, është pasuria e këtij populli, këtyre njerëzve që janë këtu në shesh dhe anë e kanë kësaj republike. Çdo 4 vjet disa njerëz na vinë dhe na kërkojnë leje që të futen aty brenda si qera xhinj për 4 vjet. Dhe ne kemi atë certifikatën e pronësisë që është vota. Po çfarë bëjnë? Ta ka në xhep atë Chelsea kopil dhe janë futur ndërkohë aty brenda. Dhe kanë nxjerrë të Zotin nga shtëpia. Nuk mjafton me kaq, por kur futen aty brenda fillojnë dhe e rrjepin të Zotin e asaj shtëpie. Ujrat, lumejnë, detet, tokën, pasuritë të ndoksore, gjithçka, paratë e tij. Çfarë ngjelet popullit? Sheshi,
Sheshi. Kjo nuk është pronë e tyre. Kjo është prona jon e këtij populli. Këta e mbrojnë me ushtar. Ka njerë kur ju ofrohesh, edhe të qëllojnë. E kanë treguar. Prandaj kemi arritur në këtë pikë, që kemi 1001 probleme dhe më e keqja është se gjysma e këtij populli ka ikur pikërisht për kësaj keq qeverisje. Këtu ka mbetur vetëm gjysma e tij, por ajo më e vjetra, e cila do të ikin në 15 deri 20 vitet e fundit nga problemet ekonomike, nga problemet sociale, por edhe nga mosha. 15 vite sa janë, miqtë mi, sa janë 15 vite? Parafërsisht 3 palë zgjedhje. E kuptoni se në të shpik kemi mbërritur. Duhet të marrim në dorë fatet e vendit. Prandaj ju bëj një thirrje të gjithë qytetarëve të ndershëm, qytetarëve që e duan këtë vend, qytetarëve të ditur, qytetarëve të shkolluar, të flasin, të hapin syt, të hapin mendjen të gjithëve. Arsimtar, flisni, se po nuk folët ju, do të dëgjohet rrugaqëria në këtë vend. Ushtarak, policë, keni bërë një betim për ta mbrojtur këtë vend, për ta mbrojtur këtë popull. Flisni, se po nuk folët ju, do flasin tradhtarët në këtë vend. Inxhinierë, njerëz që keni ndërtuar këtë vend, flisni, se po nuk folët ju, do ta shkatrojnë këtë vend. Agronom, fuq, zooteknik, flisni, ngrini zërin, se po nuk folët ju, do të asajnë këto njerëz të profesioneve, intelektual, flisni, zini sheshet, se po nuk folët ju, po nuk dolët ju në shesh, në ato zyra do të futet maskarej. Më lini të bëj një thirrje të fundit kolegëve të mi artist, aktor, regjisor, scenarist, këngëtar, kompozitor, piktor, skulptor, shkrimtar. Neve, ky publik, këta njerëz, ky popull na ka bërë të njohur. Ky popull na ka mbështetur. Edhe ne, nëse ne e kemi gabim, ky popull na e fal. Edhe nëse ndonjëri nga ne së muret, ky popull, edhe pse i varfër, do të mbledhi para për të na mjekuar, sepse na do me shpirt. Ndaj, kur këta njerëz, kur ky popull ka problem, kur ky popull është sëmur, ne duhet jemi të parë që ta ngrem zërin për ta, sepse kemi mundësinë, sepse kemi detyrë dhe sepse ja kemi borxh. Sot jemi në ditën e 28 të qëndresës qytetare përballë Hajdurisë. Sot bota është me lirë, se matan oqeanit një diktatora, te oqeanit një autokrat na ka përballë. Miq, vëllezër, nëna, motra, të rinj, gjyshër, prindër,
Kjo është një përballje me hajdutët, ndajve sikur një të qëndroj, është një luftë e drejtë. Jemi përballë atij që erdhin pushtet për të na sjellë ujë. A kemi ujë? Jemi përballë atij që erdhin pushtet për të vendosur rend dhe ligj. A kemi sot rend dhe ligj? Po apo jo? Po apo jo? Jemi përballë atij që erdhi për të shpër modelin e oligarkisë së Sali Berishës. Kemi sot një oligarki të shpër. Po apo jo? Po apo jo? Jemi sot përballë atij që erdhi për të luftuar krimin e drogën. A kemi sot drogë? Po apo jo? Po apo jo? Jemi përballë atij që erdhi për të luftuar korrupsionin. A është Shqipëria sot një vend i korruptuar? Po apo jo? Po apo jo? Ndaj të gjithë bashkë jemi këtu për të kërkuar dorëheqjen e njeriut më të korruptuar në Europë. Edi Rama. A i tha se ka 83 mandate. Le ta marrin se Gjasnej ka fituar me dignitet që s'është e vërtet. Dhe unë kam për ju një konstatim dhe një pyetje. A ja dha popullit 83 mandatet që ta vjedh, që ta përdhunoj, që ta tau. Ato mandate sot kanë zero vlerë, sepse populli e di të vërtetën. Këta na vjedhin. Kjo është një betejë kundër frikës. Ju këtu janë njerëz të lirë, të një republike të frikës. Dhe unë dua të them për çfarë jeton njeriu, për të ngrënë e për të shkuar të bëjnë nevolat biologjike. Jo, shqiptarët nuk janë thjesht qenie biologjike, janë njerëz që meritojnë të jetojnë me dignitet. Kemi 27 net që flëmë këtë shesh. Regjimia i dutërisë e Edi Ramës për turpin e vetë nuk ka dërguar një orë, një ambulancë, edhe pse është protokoll i çdo vendi normal, na bëj një kontroll, na mas tensionin, na mas elementet e tjerë në gjak, sepse për ata ne jemi njerëz që nuk duhet të ekzistojmë, sepse ata na shohin thjesht si numra. Dhe 7 net në qiell të hapur, në të ftohtë, sepse ata nuk na kanë lejuar me pandat që janë inkorporuar në policinë e shtetit të ngrënë çadra për të jetuar e protestuar me dignitet. Dhe kush? Edi Rama, që këtë bulevard e shtroi të gjithin me çadër. Edi Rama. Po ne, po e sfidojmë frikën. Ne nuk mund kemi frikë të jetojmë. Ne nuk mund kemi frikë që të themi jeni hajdut. Ne nuk duhet dhe nuk mund kemi frikë që të çohemi për fëmijët tanë që të mos ikin më nga ky vend. Ne nuk mund kemi frikë që të çohemi e të luftojmë për prindrit tanë që të mos trajtohen si mbetje që këta u hedhin nga një kotere për fundit me bonuset e tyre. Ne jemi këtu për të vrarë frikën për çdo të ri që duhet ta shohë të ardhmen në shtëpinë e vet, në atë tonë.
Këta janë kapur gafil, duke vjedhur miliona, dhjetra, qindra miliona euro. Këta që kanë plerë 10 milion euro çokolata, ndërkohë që buxheti kundër kancerit nuk është 10 milion euro në këtë vend. Ta që me një film të zvendës kryeministres kanë vjetë 53 milion euro, ndërkohë që fëmijët e kësaj republike dridhen në shkolla nga i stoti se nuk ka naftë për kaltaja. Dhe unë, për çdo qytetar që na ndjek, kam një pyetje. Çfarë duhet bëj më shumë një qeveri kundër popullit vet, që të rrëzohet? Ndaj ne sot të shumë të në shesh, si njerëz të lirë, vrasim frikën dhe i themi pushtetit a i dutve, Edi Rama. Edi Rama. A i tashmë e ka unë një betej shumë të rëndësishme, betejën për emrin e vetë. Sa do e si do të shkoj tashmë fati i ti, a i do të mbahet mënd si Edi që erdi për shpresën dhe si Edi që iku si kreu i ajdutve, Edi Rama. Duke i lënë fjallën dhe të tjerëve të shprejnë mendimin e tyre në këtë protest, unë ju them, ju jeni pjesa me e bukur e Shqipërisë, njerëz të lirë të kësaj republike që nuk pranoni të nënshtroheni përballë hajdutëve. Hajde profesor, hajde. Shumë e sjellëve, profesor Sazan Gurin, që është bashkuar e cili vi atë fjallën. Të dashur qytetarë shqiptar, ju që ndodheni këtu veç e veç, por edhe ju që jeni në barë Shqipërinë, por më shumë ju që jeni në barë botën me të drejtën tuaj për të ndërshtuar një copë Shqipëri. Po e filloj, këta politikanë të djathtë dhe të majtë, nuk po mere me 100 vjetë, as me 25 vjetë para 90-ës, po mere me këta 35 vjetë që i besuam si Krishti për të ndërtuar Shqipërinë Europiane. Dhe ja që kemi sot, njeri më i poshtër se tjetri, më ajdut, dhe do thoshja më kriminal se tjetri, që e duan Shqipërinë, po e duan të groposur. Prandaj vi këtu për të mbështetur aty që thotë Viktor Hugo, me 1000 qendrestar, aty jam unë, në 100, po aty jam unë, në 10 edhe në 1. Ndërkohë që secili nga ne është një qendrestar më vete, që do të shërbej që këtë flok të bore ta kthej në ortek shqiptar, që këtë shkëndim zjarri ta kthej në një zjarr që të tjetë
jo shqiptarët e mirë, që tha si koloneli dhe i madhi në shpirt, zoti Kamer, por të djegë pikërisht ta që kanë dashur të djegë Shqipërinë. Vi të mbështes qytetar, duke bërë thirrje probleme me disë njeri tjetët janë shumë të vogla për balë një problemi të madh që Shqipëria thret, ku jeni o djemë, ku jeni o vajza, ku jeni ju të rinj dhe të reja që keni energjin dhe së bashku me ne të vjetit që kemi eksperiencën të ndërtojnë atë që bën rilindësit e vërtet, jo se nuk merresh pavarësia në tekstin e shallëtenën, po ndërtua Shqipëria mendojnë se për 32 vjetë që u morë në 12 pavarësia e dytë e Shqipërisë më të asaj të ndërbejohet. Prandaj ne, në atë qeveri që propozohet, tranzitore, kalimtare, përgatisi, sigurisht, një Shqipëri mendojnë se që të mendojnë se si të kemi jo një njeri ajdut të fortë, por një institucion të fortë, se si të kemi një popull që vendos për qeverin, dhe jo qeveria që vendos për fatet e një populli. Prandaj, një bëjthirje, këti sot, më mirë në burg sot, me këto humbje që ke shkaktuar, se sa nesër që të vazhdosh me humbje, apo ndoshta në nerë të vend këtë Shqipëri. Por, besoj shumë, të më besoni, së pari, të lëm problemet të vogla me njëri tjetrin, sepse edhe nga këtu nga ju mund të plot që është ky Sazan që flet gjithmonë. Flas, do flas, sa herë që ndjej që ateu ka problem, sepse poeti i madh Fatos Arabi thot ateu është dhimbje, dhe sa herë që ka dhimbje do jem këtu, do jem e ty o gazetar, do jem e ty o analist, do jem e ty o profesor, do jem e ty o atletik, a me ty që vjen nga Gjermania, ju aty, apo me ti artisti madh, me shpirt të madh, që le profesionit. Prandaj bëjthirje e fundit, gjo shqiptari ku do që është, ike si ike, ndoshto një Shqipëri të vogël atje, por protesto, se ndoshta këtu mund të kesh një farfrige, atje nuk do të kesh. Dhe universi, Zoti do t'i qoj, dhe do të kthej tyri Shqipëri për të ndërtuar Shqipërinë e vërtet. Ju falenderit. Përshëndetje o njerëz të lirë të Shqipërisë tonë. Tu në këtë shesh unë jam i bindur që dalin vetëm ata të cilët janë të lirë dhe nuk kanë frikë regjimi e Edi Ramës. Tashmë në vendin tonë shumë pak njerëzve po i bën përshtytje vjedhjet e kësaj qeverie, ku me një firmë zëvendës kryeministra merr 50 milion euro, Akshi që është pak më në tutje, vjen 100 milion euro, tjetri tek onkologjiku, vjedh lekët të smurve, tjerët vjedhin në përzyra, dhe të gjithë thonë që nuk ka se çfarë t'i bëj kush. Por, këtu, ka akoma njerëz qendrestar, ka akoma njerëz si ju, të cilët dalin protestojnë, dhe i dalin përballë sa qeveria të korruptuar. Shumë veta thonë që opozitarët janë të fragmentizuar. Disa bëjnë protest një ditë, disa një ditë tjetër. Dhe cila mund të jetë zgjidhja? Ne kemi thënë, i kërkojmë të gjithë forcave opozitare të bashkohemi,
të krijojmë një grup koordinator i cili të koordinojë çdo grup opozitar dhe të thërras protestat më të mëdha kombëtare që të bllokojnë sheshin dhe të kërkojnë ndërheqjen e Edi Ramës. Nuk kemi dalë këtu për parti politike, nuk kemi dalë këtu me flamujt të partive politike, kemi dalë këtu me flamurin më të mirë në botë, me flamurin kuqezi. Shqipëria është të shqiptarëve. Hajdutët kanë bllokuar qeverinë shqiptare. Shumë veta po na thonë që ndërheqja e Edi Ramës kërkohet nëse qytetarët bllokojnë sheshet. Qytetarët e dinë tashmë se hajduti më i madh është Edi Rama dhe fajtori i vetëm është Edi Rama. Përshëndetje gjithëve. Unë jam Dorina Prezi dhe para se të merrem me politik apo me avokati, unë jam një nënë e 4 fëmijëve. Një pjesë e tyre janë këtu me mua, shumë prindër kanë ardhur sot me fëmijë dhe dua t'i falenderoj. Sepse jemi këtu për fëmijë. Ndoshta ne nuk e kuptojmë sot se sa rënd është gjendja e Shqipërisë. Por veçanërisht unë do thrisja të gjithë ata që kanë fëmijë që të vinë sot dhe të protestojnë, sepse e nesërmja do të jetë shumë vonë. Pasojat e korrupsionit ku është zhytur shteti shqiptar do t'japin pasojat të parikuperueshme dhe nesër do t'jetë shumë vonë. Kam komunikuar këtë ditë shpesh me mësues, sepse ndjej shumë thellë që ata duhet jenë të parë që protestojnë. Shumë prej tyre më ankohen në privat, se sa shumë është politizuar sistemi arsimor, se sa në palës u shkon frika mësuesve për të protestuar. Por ata ankohen për brezin e ri, ankohen për fëmijët tanë, ankohen për tekste shkollore, ankohen për drejtorë të cilët i detyrojnë të bëjnë like dhe komente në Facebook. Dhe nuk vinë në shesh. Kush më shumë se mësuesit mund ta kuptoj rrezikun e madh të heshtjes së sotme. Mësuesit nuk duhet të heshtin, duhet të dalin këtu në shesh. Sepse heshtja e tyre është rrezik për brezat që do vinë. Sot më shumë se kushdo duhet jenë të rinj dhe studentët këtu në shesh. Sepse agenda e Edi Ramës po e shpopulon këtë vend. Sepse të rinj nuk ikin, të rinj po do bohen nga Edi Rama. Të rinj po do bohen nga Belinda Balluku. Sepse po mbështeten vetëm servilat. Dhe servilat janë në pushtet. Në sytë e tyre ne mund t'jemi pak. Në sytë e vegjël të vogli deri në braçe ne mund t'jemi pak. Por ne jemi shumë sot, sepse jemi njerëz të lirë. Sepse ju keni ardhur me dëshirë, sepse askush t'ju ka detyruar. Kjo është fuqia jonë më e madhe. Ka njerëz të lirë, ka ende njerëz të lirë në Shqipëri. Ju lutem, takojini ata, gjejini ata, sillini ata në shesh. Nuk ka gjë më të bukur se liria. Edi Rama i ka burgosur ta njerëz duke i lidhur pas bukës së gojës. Dhe një pjesë prej tyre unë e di,
nuk kanë mundësi as të paguajnë biletën e autobusit për të ardhur këtu në shesh. Kjo është burgosja. Këtë ka bërë kjo qeveri. E ka vrarë lirinë në shumë mënyra. Ndaj, ne na duhet të kapim për dorë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, të vijmë në shesh masivisht. Në këtë shesh duhet të vinë pensionistët. Nuk është tallur Edi Rama me askënd më shumë se sa është tallur me pensionistët. Mos e lejoni t'ju manipuloj. Duhet dhe është detyra juaj që t'u lini brezave një Shqipëri të mirë, të drejtë dhe të lirë. Kundërshtojeni Edi Ramën, sepse ju gënjen, ju mashtron, ju manipulon. Mos luani sha e domino, ejani në shesh dhe lërini Shqipëri të mirë brezave të tjerë. Në qoftë se ju na mbështesni, ne japim fjalën sot se do ndërtojmë një Shqipëri të mirë, më të mirë se Europa, dhe do të jetë në atë nivel që gjithë fëmijët tuaj do kthehen në këtë vend. Është momenti duhur. Ai duhet të dorëhiqet dhe shumë ngjarje në botë na e tregojnë që ai po shkon drejt kësaj hinke dhe madje i leverdis që të dorëhiqet sa më shpejt që të ngjajë sa do pak dinjitos në këtë fund të tij. Le t'ja kërkojmë dorëheqjen gjithë së bashku. Dorëhiqu, 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 dorëhiqu. Faleminderit. E keni dëgjuar kur lavdrohet në për intervista, jam kryeministri më i mirë ndër piktor dhe jam piktori më i mirë ndër kryeministra. Si piktor ne nuk e vlerësojmë dot, po si kryeministër po. Je një dështim, ke krijuar një sistem korruptiv që ka vjedhur shqiptar, po si mund vjedhësh një popull të varfër? Si mund vjedhësh një popull që nuk ka spitale, nuk ka shkolla, nuk ka ilaçe, si ta bën zemra, si ta bën shpirti, a keni shpirt, a keni gur? Ne i kërkojmë që të dorëhiqet për 1000 arsye, por përpara se të dorëhiqet, me vendim popullor, nga shqiptarët e ndershëm, nga ata që nuk e mbyllin dot muaj, pa dallim partijak, krajinor apo politik, duam t'i japim një medalje. Medaljen e turpit dhe të faqes së zezë, dhe do ta nderojmë me titullin si kalor si i urdhit të hajdutëve, duke i dhënë motivacionin. Je kryeministri më i madh ndër hajdut dhe hajduti më i madh ndër kryeministra. Në maj të vitit 2017, motra ime nuk përgjigjej në telefon, edhe kjo zgjodhi zati për më shumë se 24 orë. Pas 24 orësh, pasi ne jemi shqetësuar të gjithë, më vjen një telefon dhe më përgjigjet motra, më thot të flas nga Anglia. Me një fëmijë më pak se 2 vjeç, Abelin, dhe pak më shumë se 20 vjeç vetë, ajo u arratis nga ky vend. 5 vjet unë nuk e kam takuar motrën time. Dhe para 5 ditësh i kisha për vitin e ri, edhe pyes nipin tim tashmë 10 vjeçar. I them, Abel, ku është më mirë? Atje ku je apo këtu? Dhe përgjigja e tij ishte, më mirë është këtu, Omeri, se unë këtu i kam njerëzit e mi. Atje nuk kam askënd, vetëm një shok të babit 2 orë larg. Dhe ne kemi folur deri tani për shifra, për miliona euro. Shqipëria është rënuar, është ndërtuar nga fillimi. Ne ato para do t'i gjejmë, por nuk na kthen kush vitet e fëmijërisë të nipërve mbesave tona.
nuk na kthen dot askush mungesën me dekada të njerëzve tanë. Dhe u bëj thirrje të gjithë atyre që kanë ikur, të kthehen dhe së bashku me ne të mos lejojnë që kjo të ndodhë me fëmijët tanë. Jani të mblidhemi këtu të gjithë, edhe të ndryshojmë faqen, të rrëzojmë të gjithë ata që shkaktuan këtë. Janë të gjithë njësoj, thonë, e bëjnë për pushtet, thonë. Kjo është ajo që duan të na bëjnë besojmë, sepse në këtë mënyrë nuk ja vlen të përpiqemi, se të përpiqemi për një hajdut më shumë, kur kemi këta hajdutat me cilët jemi mësuar. Kjo është metoda e re e propagandës. E kanë kuptuar që sulmi i hapur ndaj kundërshtarit i mobilizon njerëzit. Kështu që tash kanë vendosur me hedh faren e mosbesimit. Jemi gjithë njësoj, por nuk jemi gjithë njësoj. Ata përpiqen me çu njeriu drejt dëshpërimit, por njerëzit nuk janë gjithë njësoj. Ashtu siç njerëzit janë të ndryshëm, ashtu edhe politikanët janë të ndryshëm. Ky vend ka nxjerrë njerëz të mëdhej, e po sa ka nxjerrë njerëz të këqij e antikombëtar. Ky është vendi i Skënderbeut që themeloi shtetin e parë shqiptar, e po ashtu i diktatorit Enver Hoxha që vrau dhe mbajti peng popullin shqiptar për 50 vite. Ky vend ka nxjerrë Dom Nikol Kaçorin dhe Ismail Qemalin që kanë gjithçka për pavarësinë e këtij vendi, e po ashtu e Sad Pashën e Edi Ramën që e shitën shtetin për pushtetin. Ky vend ka nxjerrë parlamentarë si Fanoli e Gjergj Fishta, po sot ka rënë nivelin e Zexhines. Ky vend ka prodhuar rilindjen kombëtare që e shkriu jetën e vet për forcimin e shtetit shqiptar dhe po ashtu organizatën kriminale Partinë Socialiste të ashtu quajtur në rilindje që e kriminalizoi përfundimisht shtetin shqiptar. Jo, shqiptarët nuk janë gjithë njësoj. Ky kom ka nxjerrë Adem Jasharin edhe Uçurkan që e flijun jetën e vet për me mbrojt popullin dhe lirinë e popullit shqiptar dhe bandat e Shqipërisë që terrorizojnë çdo ditë popullin shqiptar. Jo, shqiptarët nuk janë të gjithë njësoj. Kjo është ajo që ata përpiqen ta bëjnë besoj, por jo, shqiptarët nuk janë të gjithë njësoj. Gjithashtu thonë, ne kështu gjithmonë kemi qenë, e kështu do vazhdojmë të jemi, por as kjo nuk është e vërtetë. Pas pavarësisë kishim një mundësi për të krijuar një shtet modern evropian, sepse kishim një elitë vetare dhe intelektuale. Por komunizmi i vrau gjithë duke na kthy në vitin 0. Nëse një vendi i vret elitën e kthen mbrapa me qindra vite. Po nëse dhe kjo klasë politike është zgjatim i komunizmit, po nëse stërgjyshurit tanë arritën ta bënin ato në kurse shumë më të vështira, pse nuk mund ne në të përpiqemi, të paktën të përpiqemi t'ju ngjajmë sadopak në mos jemi si ata. Nuk është e vërtetë që nuk bëhet dot. Sot ne kemi kushte të favorshme për ta bërë. Jemi në derë të Europës, kemi lirinë për të vepruar, kemi teknologjinë e informacionit dhe kjo është mundësia jonë e artë për ta bashkë Shqipërinë. Por kjo klasë politike duhet rëzu dhe duhet zëvendësu me një klasë të re politike. Demokracia nuk importohet. Ajo është diçka që duhet ta bëjmë vetë. Demokracia është reflektim i aspiratës dhe përpjekjes së një kombi. Ato nuk mund na e sjellin nga jashtë. Ky është momenti. Nuk kemi çfarë presim më shumë. Duhet i largojmë një herë më parë, sepse kombi ynë është në rrezik. Nëse ju ka ngelur sadopak dëshirë për liri, sadopak shpirti gjallë brenda jush, mos
gjithëve. Faleminderit që keni ardhur. Unë jam Eduard Kaca. Këto pak fjalë do t'i filloj me një citat të Gjevahir Spahiut. Ne kemi hecur mbi majat dhe majat kanë hecur mbi ne. Ky citat i përket gjitha kohërave. Sot majat e Edi Ramës shkelin mbi kokat tona. Para 35 vitesh rrëzuam diktaturën me shpresën e madhe se do ndërtojmë një shtet demokratik dhe një shtet të së drejtës. Por aktorët politik ndërtuan një shtet të korruptuar, një shtet hajdutërie, një shtet kaosi, rrumpave, organizimi organizuar. Të dashur qytetarë, Shqipëria është marrë peng, është transformuar në një sklave, ku mbi shpinën e saj luhen të gjitha pazaret e pista, intrigat, pazaret, droga, korrupsioni. Është detyrë e secilit nga ne të ngrihemi, të zgjohemi, të bashkohemi, të ulim flamujt e partive, të vëmë me një anë egon personale, të marrim shembull nga kuvendet e malsorve, ku përfaqësues të fisëve ku përfaqësuesit e fisëve mblidheshin në një hop, por urdhin armët në një qoshe në mënyrë simbolike për t'ia lënë vendin marrëveshjeve, pajtimit, logjikës. Shqipëria po kalon krizën më të madhe morale, politike, shoqërore, qysh nga 90-ta. Por në 90-tën kishte shpresë, sot ka humbur dhe shpresa dhe besimi. Vajzat dhe tjenë së bashku me Adriatikun iniciuan televizje për sensibilizuar opinionin publik që ka ardhur koha që të ngrihemi. Shqipëria do ringrihet. Shqipëria do bëhet, por do bëhet nga njerëzit e ndershëm, nga idealistët, do bëhet nga njerëzit e përkushtuar, nga njerëzit e kualifikuar, dhe mbi gjitha do bëhet nga ato që kanë seriozitetin, kanë dëshirën, kanë vullnetin për ta bërë këtë vend. Faleminderit. Përshëndetje shqiptarë. Pra populli shqiptar deklaroi sot në shesh përballë kryeministrisë se në banorët e tyre akoma rrjedh janë kujtjes, Kastriot, Skënderbeu, heroj ton. Hajde më arresto mua. Duam një Shqipëri Hajde të më arresto mirë. mua, bëj foto mua. Për çfarë nuk foto atyre? Për çfarë po trëm njerëzit ti? Duam njerëz që rinë në vendet e foto. tyre, që Ajo, jetojnë të njerëzit e keni. tyre. Bën foto, kthej bën foto. Çfarë do të bëj? Kapësh ja unë. Hajde më kap mua. Nga vendi. Hajde në nivelin zë. I shërbej ja tutë. Theni dhe vetë ajtu. Gjyshin apo gjyshen. Janë civil që i bëjnë foto njerëzve për të identifikuar që ti kapi pastaj edhe ti. Silkonen Feroçës. Hajde kur të keni. Ja ku i ke. Ja hajde me mua. Ja ku e kemi, në North. Me Lucizon, me gana. Ashtu unë jam. Hajde. Ja ku i ke, policinë e shtetit. Me xhup Luiziton. Ja ku i ke. Vin, janë civile, dhe vinë atje. Edi Rama duhet të ndalojë të Për çfarë vinë japë këtu? shpininerve për të ndërtuar sajnë e qytetarve.
Edi Rama duhet të... Policia shtetit me civil. Qa po bëjmë? Policia shtetit me civil. U bëm foto njerëzve që ti identifikojnë. Qa keni? Qa zjen ti? Pse i dërgon ata? Pse i dërgon ata? Pse i dërgon civilët? Pse i dërgon civilët? Pse i bëm foto njerëzve? Pse bëni foto? Jam është. Shaku jam është. Ja këtë rrugë. Pse bëni foto njerëzve? I kanë. Të lutem. Pse i bëm foto njerëzve? Ai pse i bën foto njerëzve? Kush është ai? Pse i bën foto njerëzve? Ata që do përtojnë, do të shkojnë për politin. Ata që do përtojnë, do të shkojnë, do të përtojnë, nga ligjin. Edhe jo, Pse i bën foto njerëzve? nga i dudë, apo nga kriminelët. Pse i bën foto njerëzve? Ta shkojnë në shqiptarë. Hirë në gjithë të kam. Pse i bëni foto njerëzve? Shqipëria nuk është e tyre. Pse bëni foto njerëzve? Shqipëria është e jona. Tua Shqipëria lirë. Do, komandant, një sekund. Komandant, një sekund. Një sekund. Ai që I bëni foto njerëzve. I bëni foto. Nga shqiptarëve. I bëni foto. Do lutem civilët. Pse bëni foto? I bëni foto ta i. Pse bëni foto civilët? Do lutem. Të lutem. Ta kriminal poshtë uniformave që të heqin dinin e dignitetin tonë. Të lutem. Bëni foto. Sepse nuk kemi frikë, as ka ty, dhe as ka banda jote, dhe as ka ta kriminal që fshije poshtë uniformave policisë. Prandaj o popull, griju dhe mbro të drejtën dhe lirin tënde. Gje! Pse i bën foto njerëzve? Civili. Po i bën foto orë, që t'i kapin pastaj. Se sa po bëjmë? Po edhe për ju po protestojnë. Edhe për ty. Qa i bën foto, që t'i trëmti, që t'i rajti, arrestoj. Ja më merri mua. Po ju jenë këtu, hajdini ju. Po ju jenë këtu. Jemi në mizimna. Jemi dokumente në mni. Nuk jam këtu, Pse? O quna. Pse? Mos shaj policin. Mos e shaj policin, i kanë. Mos e shaj policin. Le, s'ka, mos e shaj policin. Le, mos ka gjëma, s'ka gjëma. Mos e shaj policin. Mos e shaj policin, lere. Po lere o burtani. Jemi për ju, së nuk jemi për vetë. Po quna. Një sekund. Hajdini ju, nuk kemi vetë një kemi. Po mbahem. Bëm foto ai. Se i bëm foto civili. Hajdini ju, se mi këtë një kemi. Këtë mi në më ikë në mani. Teopas. Janë migratë që kanë ardhe. Janë kërë migratë. Teopas. Mos ju më civil. O komandant. Mos ju më civil. Po ti ke nuar. Po ka arrestuar pasaj. Lere. Policia, mastini! Mastini, policia! Se shtylla, se shtylla. Dini. Po kës civil, erdhen civil, bëni foto njerëzit civile. Duan që t'i kapin pastaj, tash më arrestoni mua, që kemi me njerëzit. Po, se policia shtetit të dhine uniform, se civil me foto. Hajde, pas, hajde, quna, hajde. Janë njerëzit e lirë, nuk janë të flerë, nuk janë pjesë për shteti, janë aty për të mbrojtur dhe fëmijët tuaj. Sepse ju, kur ishni uniformën e policisë, jeni prindër, jeni bashkëshorë të një gruaje, jeni bijë të një nëne, jeni bijë të një babaj. Mos preki protestuesit, lejoni çadrat që të ndërtohen
dhe të vendosen, pasi kjo çadër dëshiroj Shqipërinë nga idhutëria. Çadra është liria, çadra është shpresa, kjo çadër do të themeloj fundin e idhutëve. Kjo çadër është vendosur me leje, ne kemi marrë leje çdo ditë për protestuar, mos e prekni çadrën e qendrëstarëve. Lidhuni këtu e lutem të gjithë bashkë, nëse jemi të gjithë bashkë, askush nuk në pash dot. Nuk mund të lejojmë që civil të vinë e të bëjnë foto protestuesve. Ja kjo është arsye sa rëmuje që bëri vetë policia e shtetit. Nuk do lejojmë kurse si që civil të prishin në rregullat e protestës. Nuk mund t'i bëni foto protestuesve. Ata me si nxjerrin bukën e gojës dhe janë këtu sepse ju jeni tallur dhe po talleni me ta. Ne vazhdoj ta them, jemi krah pakut, jemi krah drejtësisë dhe jemi kundër hajdutërisë. Mos i prekni protestuesit me dorë. Ju nuk keni asgjë të drejtë. Ju keni detyrim që të bashkoheni këtu me ne, të zhvishni uniformën e policit, uniformë që ty po e ktheni një uniformë të pavlerë dhe pa dignitet. Kjo është arsyeja që Edi Rama me një mesazh të vetëm urdhëron që kjo protestë të denigrojë, sepse ka frikë sepse ne po bëhemi të gjithë bashkë, ka frikë sepse këta janë njerëz të lirë, ka frikë sepse ai vetë po i ndjen orët e fundit, sepse ai nuk ka më vend në këtë Shqipëri. Shqipëria është e jona, Shqipëria është e të gjithë juve. E miq, ndodhi incidenti pasi civil po bënin foto djemve dhe qytetarve. Ne kemi respektuar çdo ligj, uniformën e policisë së shtetit, po skuthat që kërcënojnë njerëzit nuk kalojnë. Nëse mendojnë që do na trembin, si sigurimsat e kanë gabim, ajo kohë ka vdekur e me bashkë me të do vdes dhe qeveria e dutve. Edi Rama! Edi Rama! Edi Rama! Edi Rama! Metodat e sigurimit me civil që vini në protest dignitetin të harrojnë se shkojnë dhe ja ku po u them. Unë Adriatic Lapa jam njeri që organizoj. Më procedoni për i çfarë të doni. Edhe njerë dhe gjithë fuqinë e zemrës, Edi Rama! është shumë e rëndësishme të vrasin frikën. Shikojnë infermerët të Greqi në muajin e 2 të protestës, sepse ata e din dhe shteti atje e di që kur fermerët qohen, qeveria të qohen ose rrëzohet. Ku janë fermerë shqiptarë që vetëm këtë vit u dojgjë në merë, u thanë, u përbytën në fytë të timrit, ndërkohë dja për dja nga ngricat, ku mëntorën e 13 mbjelljeve, por nuk usojnë të dalin, sepse nuk jetojnë një republik të ngjashme dhe të lirë. Ndaj ne, për të vrarë frikën, i themi Edi Ramës, Edi Rama!
nuk ka shërbim më të mirë për ateu se sa të vrasin frikën, po vran frikën, ja dolëm. Kjo është një betej kundër frikës, është një betej për votën, se si që kam thënë, pora vota, bje Republika, pora vota, ngrihet krimi, pora vota, ngrihen ajtutët, ndaj të qojmi në kam për votën, për lirin. E dira më. Ju jeni luftëtar të liris kundër frikës, e dira më. Më fort, më fort! I them Taulant Pauës që po në ndjek live të faqja jonë. Taulant, ti vodhe votën e diasporës dhe ti do përgjigjesh. E dira më. Të gjojnë një rezërin e fermerve në këtë shesh. Përshëndetje njerëz të lirë. Si duket, i kanë futur këta servila për t'i parë fytyrat tona. Po nuk do ja talin tët. I bëjmë të fala dhe jo braçe se e pam që kishte thënë të dritarja. A i numrove tët. Tira një braçe. Fondet, ku si voli, qeveria jote apo ne? Ti Erion, e di shumë mirë që këtu janë njerëz të lirë. Ti e di shumë mirë që këtu ka fermer të lirë. Prandaj, tini nuk i numron tot. Ju njerëz të lirë, ju që jeni në shesh dhe ju që në ndiqni, dilni për vete, dilni për familjen. Biqista, dilni për Shqipërinë, se kjo që ndodhi nuk është shembull i mirë për ne. Faleminderit. Për shmetje njerëz të lirë, duhet i bëj thirrje vetëm ndjenjes studentore, duke filluar nga ato studentë 19 që kanë merë zhgënjyer në protestën e 19. Sot Zoti i thret për herë të dytë të rregulloj gabimin e parë. Gjithashtu i pevave studentëve të gjitha etapave. Bini këtu, unë vin shumë lartë dhe dua që ky vend të gjithmonë studenta. Para studentat, Zoti më ka studentat. Përshëndetje, unë jam Romina Karamani dhe jam studente, e cila ka shëtruar në dheun e vetë kundër korupcionit, ku i kam të gjithë studentët, sot ka kjo protest, u të thirrje të gjithë studentëve, e jani, kryuni, të protestojmë të gjithë së bashku, vete për një arsye, për një qëllim, të nësojmë të, që në ka vjetur të tashmen, të rëdhame, sot e kryeministër, kundër atimit të, të në margoni, atëu arseni! E tira ma o, ai tutto, ai tutto, ai tutto. E tira ma o, ai tutto, ai tutto, ai tutto. Jam Mariana Simi, vi nga diaspora si shumë e shumë bashkëdetar, tu kanë ardhur, ka lënë punët e tyre. Kanë ardhur që t'heqin frikën populli që është në terrorizim total, që nuk ka guximin të kërkojë të drejtat e tyre, po fshirë lirin se ti kërcënojnë me kempin, me ndihmën ekonomike. Ka vajtur ndjenën për çadrat e devotët, dhe shumë njerëz më prestuar, po vetëm 50 veta erdhën. Duhet të vinin gjithë populli i Devonit, gjithë fermerët e Devonit, që jodhën bollët në rrugë, jodhën bollët në katastrofë, dhe po vojnë të shkretet se të i kërcënojnë, që më të ngrenë zeri. Prandaj miq, në qoftë se ju nuk ngriheni, ne nga diaspora do vim vetëm për ju t'ju heqim frikën,
se të rosh i linë në këtë botë e gjëja me shenjtë. Digriuni, shpëtoni nga kjo diktaturë të mërshme. E tira më, o hajdut. Të dashur miq, na falni se më parë më ndërpreu me kur po flisja ndërhyrja e atyre që kërkojnë fytyrat e personave që duan të jetojnë të lirë, edhe duan që t'i marrin peng apo t'i ndëshkojnë ndryshe me atë që ata kanë në dorë. Ta zotëri që rinë për dritare tot edhe na vëzhgojnë, rinë sepse po ju ikën toka poshtë këmbëve. Dhe kjo është arsyeja. Prandaj nuk duhet keni më frikë nga askënd, nga askush, as për një vend pune, as për një ndihmë ekonomike apo për një asistencë, sepse dinjiteti shqiptarëve vlen më shumë. Ju përshëndes të gjithëve. Vina Vlora, kam qenë një agent policie, quhen Thimi Mina. Pa tjetër do të keni parë Facebook e TikTok. Thimi Minës, policie Vlorës, prokuroria Vlorës, gjykata e Vlorës, përmbarimi i Vlorës, i ka zhdukur 3 fëmijë. Kam 5 vjet që po kërkoj fëmijë. Nuk të them asnjë përgjigje. Po më kërcënojnë e për të më vranë. Shokët e mi, ata më vranë nënën. Ata dera, përveç nënës, më burgosën. Po të më vranë brenda mburë. Më vëm bombën, poshtë makinës, po të me jepu me e, më së fundi, shumë krime të tjera, e më në fund fare, sot më ka zhdukur fëmijë, që nuk di ku i kam fëmijët e mi. Shokët e mi, kjo është banda e Urezarkut në Vlorë. E në krye Erion Shari, që bën sot krye prokuror, ka falsifikuar dokumentat, ka zhdukur fëmijë, ja shtetin shqiptar. Thimi Mina nuk di ku janë fëmijët. Ku janë fëmijët? Po! Kërkojnë, shokët e mi, kërkojnë një sot të më vrasin djalin. Dhe para 15 vite kërkojnë të më vrisin e mua. Shikojnë i gjënë shuket të sot. Shikojnë, po i djërë e të drejtorisë policisë të shtetit. E je, shikojnë të gjithë, unë kam qenë shofer. E sot është, drejtori për gjithë i kryeve, Sokol Bizhës. Qa e që vete nuk e kojnë e policisë të shtetit? Kësëlluem, po pse do të këmqojnë, pse nuk pjetë informacion? Ku janë fëmijët e Thimi Minës? Ore, ku janë? Gjava e vdes, i këtitura, ku janë ore? Ore, Thimi nuk do të tojmë unë ore. Pa e ke gjua sëri fëmijë, Thimi Minës nuk do të tojmë. Jo përshëndes shokët e mi të mi. Shikoni Facebook e TikTok që ka punuar. E që i punoj këti populli. Thimi Mina ka shkëtuar fëmijët dhe nënën e tyre se nuk kanë pasur probleme. Asë nënën e tyre. Po policia Vlorës, një super band kriminal. Dhe sot në këtë momente, po ta shikojnë të këtë. Po kësëllojmë dhe nga policia Vlorës. E o fotograf, po si nuk doni njëri ore. O e din një njëri që të tojë Thimi Minës. Ku janë fëmijët ose mbyllë këtë problem. Të mbyllë shto që. E përshëndes policinë e shtetit, ata që më njojnë. Nga Shkodra deri në Vlorë, që më njojnë që të gjithë, që kanë vredhur gjithë Shqipëri. Në 19 deri në 2011. Ju përshëndes shokët e mi, presni informacion nga policia e shtetit, jo nga prokuroria, nga policia e shtetit, informacion ku janë fëmijët që dëgjojnë sëri. Që dëgjojnë sëri në atë nga gjalla e ateku. Nuk pranon prokuroria Vlorës të më japë informacion. Ore janë këto të më japë. Në këtë dokumentin e të ka fëmijët. Ku janë në tjerë ku të duan? Janë njëra ndej, po të gjojnë sërë në të vedë të takoj fëmijët e mi. Po këta ka përdoru gratë në krim. Ta ka përdoru fëmijët në krim. Përdori djalin, 11 vjeç për të vranë papën e ti. Për ta burgosur papën e ti. Po është turpo. Të dalun, ata që më njojnë mua këtu. është turpo ata që më njojnë mua. Të dalun këtu. Jo përshëndes të gjithë. Po i bëj thirrje. Më jep një informacion ku janë fëmijët. Përshëndes gjithë ju njerëzit e lirë që keni vrarë frikën. Dhe i drejtohem të gjithë atyre që janë përpara televizorit. Nëse nuk kanë vjedhur të vinë në shesh, nëse nuk ka bërë krim,
të bashkohen, është koha, është momenti, që temi jo korupcionit, krimit administrat. Janë të djallë që në basi studiova 10 vjetë vendosa të rikëtem në dhe se kisha mundësi punoja në shdo vënd të Europës. Jam me 3 mastra shkencor, doktoratur fushë të sigurisë. Doktor Hoxha në kohë që duhet pesha benefitet e arsimimit tim. Doktor Hoxha për vetëm një arsye, për të thënë njerëzve, nëse nuk keni vjedhur, priteni frikën, hajteni në sheshe, se këta e ka puqur kupën. Çfarë duhet të bëjmë më shumë? Kam vjen miljarda, u duke si qindarka, u duke si lekët e bukës, apo pensionet që bajnë qysh rritan. Kam vjen miljarda, u duke si qishet e verë që piga 35.000 euro. O njerët administratës, nëse nuk keni vjedhur, bashkohuni me ne, se koha e tyre ka baruar, ka ardhur koha e një presit të ri, të papërnyer, pa i pudurtuar në gjakun e shto shteta si shqiptarë. I drejtohen nga këtu gjitha bizneseve të ndeshme, që paguajnë taksa çdo ditë që ky shtet të ekzistojë. Kriuni o njerëz prisni më, kriuni se na pinë gjakun, do na pinë në palcën, na ka ngel vetëm të marrin valizhet, edhe të emigrojnë të ne. Mos të lini vetëm, për atër bashkohemi me qindra me mira. Mos të demoralizoni që të emigrojnë të ne. Jemi shpesa e fundit, duhet t'i thyje, priteni frikën dhe bidhuri shesh. Shqiptarë të ndershëm dhe jeni ju, si jeni sot të kësësh. Unë i kam kaluar 8 veta. Kam përjetuar mbi shpatullat e mia dhe të familjes persekutimin komunist. Për arsye se atë ditë kur ka lidh nëna, më ka lidh persekutuar, sepse baba im ishte në burgun e Shkodrës si burgosën politik. Dhe kjo ka vazhduar gjatë gjithë jetës tonë në këto. I kam përjetuar të gjitha ato vujtje, kam kaluar edhe kohën e vitit 86, kur unë ndake qumshti me një gjese, një kapshe, për frim popullësie. Por si sot, kapet gjithçka për fytit, dhe të mos ketë askush liri, për asë gjanë vetëm një grup njerëzish, për mua është gjanë e pa durueshme. Unë nuk dalë, s'kam qenë s'jam antare asë një partije. Nuk dalë për partij, nuk dalë për asë i dhanë punet, se s'poj kërkoj, por dalë se mund t'i thëmë me pletë gojnë punet, cili të shqiptarë, që me 20.000 lekë, nuk mund t'jetoj një njeri në këtë dhanë me këtë çmime që janë. Nuk mund t'a përballoj një jetesën, po, me madhe se kjo, është tjetra që janë përgjithësuar familjet ma shumë se përgjithësuar, sepse ka nga kam syt, më larguar nga këtë vend. Kjo është fatkeqësia më e madhe e këtij kohit. Le për një moshën e tretë, s'ka si rëndësile desi të shkojnë se kjo detyrë. Po ti kur rinia të praktisin vendin, të lëshohet Shqipëria në dorën e një njeriu ose në dorën e një grupit të caktuar, është njerimi më i madh që ka për jetuar Shqipëria në jetë. Dhe jam plotësisht i bindur në logjikën time se kjo kryeministri sot nuk duhet të kishte drejtarët e mbyllura të gjitha, në qoftë se do ishte një kryeministri për një popull të vetëm që në çdo 4 vjet i kërkon votën dhe i thot unë jam më i mirë dhe të realizoj të gjitha dëshirat e tua. Po jo të mbyllen drejtarët e një kryeministrie dhe duket si burg
i kohës komunizmit. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të ndershëm, kudo që janë, në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, kudo jetojnë, në diasporë, të bashkohen pa parti. Nuk ka rëndësi parti për me pështu Shqipërinë. Rëndësi ka ndershmëria, vullneti dhe dëshira për të shpëtuar Shqipërinë. Një thirrje të veçantë kam dhe një vredje për ta, pavarësisht ku janë. Të gjithë pedagogët, profesorët e universiteteve të Shqipërisë, është ajka e intelektualëve Shqipërisë ajo. Ajo sot të tishtë në këtë shesh, do t'i prejnë protestë dhe u bëj thirrje fort atyre. Mos rrini heshtje, mos heshtni për një vend pune ose një rrugë që ja uet, po merr një shembull nga profesori i nderuar dhe i vendosur dhe vend gjithçka mbi interesin e tij personal dhe familjar, interesin e Shqipërisë, dhe ajo është profesor doktor Lush Susan, i cili në çdo rast, në çdo moment, ai në zonën e tij fuqishëm, gjithë secilit i bëjnë thirrje për të bashkuar, për shpëtuar vendin dhe Shqipërinë. Unë uroj ditë të mara dhe suksese në të ardhmen të një bashkim të fortë nga gjitha forcat, të lanë partit, s'kem punë me to, partit se pështojnë Shqipërinë, e nga trojnë. Urimet më të mira. U njita në podium, thjesht për me ju tregu patronazhistave se kush jam, Amel Përvizi nga Shkodra, dhe ne nuk friksojna nga ju. Patronazhistat shumë shpejt, sepse që tashma janë friksum në atë barkën ku ndodhen, shumë shpejt si mit do e bratisin atë barkë. Por ata duhet me pas parasysh një gjatë vetme. Për te asaj që mundet me i gjetë në këtë botë, ka dhe një botë tjetër. Ato patronazhista dhe këta krye hajduta do japin përgjegjësi për ata njerëz atje te onkologjiku që nuk kanë ilaçe. Ata patronazhista dhe këta krye hajdut do japin përgjegjësi për ata prind që kanë met vetëm atje në shtëpia. Dhe ju duhet i friksoheni vdekjes, sepse ajo do vi një ditë, si kjo botë dhe botën tjetër do jep një llogari. Prandaj, ju lutem, vrisni frikën dhe hajdeni përballë gjithë këtij regjimi. Ju falenderoj. Florian Canaj nga Gjirokastra. Ne kemi një shprehje ande nga jugu që themi shtë të duduroj QP të qelburit apo të djegurit të. Edhe këti qëti durosh. Tha pak më ditë më parë që jam krenar për akshin, tha. Me i fjalë, është krenar që është hajdut. Shti thuash më, ti thuash hajdut, ky e merr si titull krenarie. Unë kam një histori personale. Jam prindi një vajze të sëmur 5 muajshe, edhe mbasi ma diagnostikuan në Spital Gjirokastrës, më dërguan me rekomandim të Koço Glozheni, mbasi i bën dhe ekzaminime të Koço Glozheni, erdha tek qendra universitare, nuk e di si quhet, edhe aty më dërguan bëra rezonancën magnetike në një klinik private, sepse aty nuk bëj rezonancën magnetike. Unë 65.000 lekë kam pagën dhe pagova 30.000 lekë rezonancën magnetike.
Zoti Kryeministër, kjo është shëndetësia falas. Edhe më dhëm shpirti që erdha nga Gjirokastra këtu sot, sepse nuk e duroj dot këtë mashtrim, këtë ofendim që Edi Rama na bën. Është fyerja, ai na fyer neve. Zoti Rama, pse nuk del rrugëve si gjithë kryeministrat e botës? Pse si takon qytetarët pas një lloj frike? Po kur vjen në Gjirokastër merr një eskort të tërë me vete. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Përshëndetje gjithëve. Unë po e nis me një urim për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen anë mban botës, paçin veç të mira në vitin 2026. Urimin e dytë e kam për policinë e shtetit. Paçi veç të mira dhe gëzime, por do t'ju jap një sugjerim. Syt i mbani andej dhe shpatullat i mbështesni këtej, sepse historia e ka treguar që plumbat kanë ardhur andej dhe jo nga populli. Dhe kjo që po ju them është fakt. Në janar të vitit 2021 në këtë shesh këtu janë vrarë 4 protestues. Unë isha këtu midis tyre për të rrëzuar babain e krimit që ka emrin Sali Berisha dhe për të sjellë në pushtet babain Hajdutllëkut që ka emrin Edi Rama. Por ne të gjithë duhet të lëmë flamujt politik të bashkohemi nga një njeri që nuk e ka parë kur derën as andej dhe as tej, por të bashkohemi dhe tu themi jo me vot dhe jo me plumba, si shta janë paraqitur ata gjithmonë. Prandaj, u bëjthirje të gjithë shatrave të plumit të Vlorës që kanë probleme me ujë, Tukat, Tragjas, Orikum, shatrat e Ramicës, të bashkohen në protesta këtu që të fitojnë të drejtat e tyre. Unë këtu nuk jam të kërkoj punë, se me punë nuk jam bajt greku dhe italiani. Unë nuk jam këtu të kërkoj të mira për vetën time, se mosha ime iku jam 42 vjeç dhe kam nis një protesta që në 96-ën. O Sali o hajdut, para tona ku i ke fut. Jemi në 2025-ën, 26-ën dhe prap themi Edi Rama o hajdut, para tona ku i ke fut. Unë jam këtu për sigurin e fëmijëve të mi, për të ardhmen e tyre. Nuk dua që fëmijët e mi të vidhen, të plaskiten dhe të shiten në për Evropë, ashtu si shka mërë me mua. Por dua që në këtë vënd të ketë drejtësi, bashkohuni se do t'ja dalim. Faleminderit. Erdhi në pushtet duke e dridhët si gjendeti kur bën të fillimi, a i bëni men. E ka filluar shumë mirë. Premtoi 300.000 vende pune për zuri 300.000 shqiptarë. A e dini ju se sot janë 10.000 patronazhistë që paguhen më shumë se pensioni një invalidi. Një patronazhist sot paguhet para në dorë fiktive 300.000 lekë minimumi. Derisa i thot, do t'ju heq persona si të kufizuar 107.000 lekë ka pensioni juaj, do t'ju heq paketën higjiene sanitare. Ta janë hajdut, ta janë pashpirë. Është turp e faqjazez që 2025-ën, 2026-ën sot kemi hyrë, dhe këta kanë ndjedhur 10 milion euro për çokolata, 5 milion euro i ka marrë Belinda, Ballunku 50 milion euro, por nuk janë vetëm këto. 33.000 euro ka pirë verë Edi Rama çdo javë. Pas edhe çdo ditë, nuk e diu se sa pina i te bunkerit Insure. Është turp sot diskutohet paketa higjiene sanitare e persona si të kufizuar për t'ju hequr 107.000 lekë nga pensioni dhe për të vjedhur Suzaret, hajdutët, Belinda, Eliona, hajdutët e Dreshit, të votuar të tyre. Shqiptar, nuk ka asnjë arsye për të thënë nuk qohemi, nuk ka asnjë arsye për të thënë nuk bashkohemi. Nëse s'keni vjedhur, nëse s'keni për lirë, po ju këtu, shesh burrave,
ta themelojmë fundin e këtij, që thare fillim i ri, ja t'ja bëjmë fundin e ri, largimin e tij, tërheqjen e tij. Forca gjithëve! Të dashur qëndrestar, protesta këtu do të vazhdoj 24 orë pa ndalim, ashtu si që vazhdoj me 8 vjetor deri në rrëzimin e Edi Ramës. Mbas 2 javësh, ne do të thrasim sërish një protestë mbar kombëtare. Ju kërkoj të flisni me miq, të flisni me shok, të flisni me qytetarë të tjerë të na bashkohen në protestën e madhe që do të mbahet mbas 2 javësh. Ju ftoj të qëndrojmë ata që duan dhe kanë mundësi këtu me qëndrestarët, sepse me shumë mundësi hajdutët do të përpiqen që të na heqin prej këtu, por ne jemi të vendosur dhe nuk do të alshojmë sheshin. Faleminderit.